kushdo që vendos zotin të parin nuk ka me qenë kur i fundit. Kjo është në Gjermani, dikun në orët e parë të mëngjesit. Mundohem me qenë fetarat sa mundem, sidomos në 3 vitet e fundit, edhe do më thonë e kam atë përshtypjen se kushdo që vendos zotin të parin nuk ka me qenë kur i fundit. Edhe kjo është dikun në rrugët e Gjermanisë, sepse kur bëni udhëtim me kamper, namazi ku a faljes nazin të rrugës, edhe deshte mund dalë rrugës ku pas kohë që me u falë edhe mi kry obligimet fetare. Kjo për mu shumë e rëndësishme edhe realisht më plotëson shumë si njeri. Prej kur erdhi kjo? Si erdhi kjo tek? Ka qenë në vitin 2022, atëherë pak para se me nisë në televizion. Me thonë drejten, ka qenë një shok i jemi, Seferi, cilin e përshëndes, që është praktika namazin që një kohë gjatë, më ka folë, po kryesisht kështu ma konkretisht ka qenë një ligjerat e hoxhës Anis Rama, e cila kur fliste për namazin, mu do këtë që më flitë ke mu kështu drejt për drejt. Dhe ka qenë edhe hoxha Anis Rama njët që është për hoxhallarë ma orator, ma bindës në ligjeratat e ti, edhe më thonë drejten për asoj natë kom fillu edhe shpresoj më s'me lon kur. Faleminderit shumë që ndave me ne këtë histori.